Skandal dhe mashtrim. Labi largohet dhe rikthehet pas orësh, zbulimi vërtet. E gjitha ishte një skem. Një ngjarje e çuditshme ka trazuar shtëpinë e Big Brother VIP Kosova 4. Për disa orë, banorët u përballën me lajmin se Labinoti ishte larguar përfundimisht, me justifikimin se gjyshja e tij ndodhej në gjendje të rënduar shëndetësore. Këtë informacion e shpërndau Benita, duke mbledhur banorët dhe duke shkaktuar menjëherë shqetësim dhe reagime të ndryshme. Megjithatë, pas pak orësh pasigurie dhe pikpyetjesh, situata mori një kthes plotësisht të papritur. Labi u kthye në shtëpi, duke shpjeguar se ai nuk ishte larguar vërtet, por kishte qenë pjesë e një skeme ose loje të inskenuar që kishte rezultuar në keqinterpretimin e banorëve për një largim përfundimtar. Rikthimi i tij shkaktoi komente të ndezura. Disa banorë shprehen skepticizëm, duke cilësuar të gjithë episodin si një veprim të dobët apo një lojë të panevojshme dhe as pak dinjitoze nga ana e Labit. Kjo situatë e pazakontë mbetet një temë kyçe debati në shtëpi, duke shtuar një shtresë të retensioni në dinamikat aktuale të lojës. Abonohuni në kanalin ton për lajmet më të fundit.